Ka 72 vite që kur Gjemail Rodhani është marrë me bujqësi. Qysh në moshën 10 vjeçare ai ka punuar tokën, e sot, edhe pse ai ka 82 vjet, vazhdon ta bëj këtë profesion sikurse në ditën e parë. Në fshatin Rrugoqic ai ka lindur, e për të ka edhe shumë njohuri. Zotri Gjemail, ne sot kemi ardhur këtu në shtëpinë e juaj, por para se të gjithash apo na tregon në cilin fshat jemi momentalisht, ku jemi? Fshati Rrugoqic, i thojnë Rogan për Rrugoqic, se unë në shënime dokumentave kam Rrugoqic dhe gjithë katuni që është fshati. Fshati jonë është i përparuar shumë. Udhëheqësinë e kemi, udhëheqësinë që e kanë pas përpara, por nuk e kemi bashkë, nuk pidim senet. Nuk na ftojnë në përmbledhje kur me ditën shka po i duhet t'i fshati. Fshati është i përparuar shumë. Ka pas 2 herë pazare ky fshat, tash 1 herë. Të mire ka pazare shumë. Ka kushte të mira fshati. Shumë. Kanalizim ka. Kur bëhet pazari? Në cilën ditë? Masi e veç e ceke ka pas 2 herë. Ditën e mërkur. Ditën e mërkur është dita e pazarit për këtë fshat? Po, ditën e mërkur. Bëni edhe ju pazara ditë? Po qysho, kemi pazaret sene qysho. Gjemaili tregoi pak nga jeta e tij dikur. Ishte fëmijëria, periudha për të cilën ai ka shumë nostalgji. Këtu në herë konë kështu, me zër jeta o konë, 3 vetë të o gjaki o nëze, a na fëmija të lakë gjithmonë me gjo, kur shimiter, kur mlojsh kemi pas, e zonë para 35 vjetë 40. Nuk kemi pas as mloj, as vesh, në rime nuk kemi pas të raqen. E tash i kemi kushtet, mujmë me vesh një mahal, shpia jame. Unë 6 fëmijë, krejti kom gjallë, 4 vajza i kom jashtë, në shtetet jashtme, gjem 2, këtu i kom, njën i ka shpirën që kjo që të për mas, kjo mo që kjo me mu, kushtet i kanë përmetu, po... Ma mirë se dikur, thuj. Shumë ma mirë se dikur. Që kanë, që dënë me punu, që kanë, s'ka, e zonë kushte, s'dënë me punu se kushte ka. Rinia për në lena, për në lena vesh 2 pleqë. Si që tu, si që ati vesh 2 pleqë. Ata hahën nërveti edhe nuk mujnë me jetu që shika hije, sot. Asa që të kushte që janë e zonë, janë konë, edhe janë matë mira, por rini nuk ka për me rujt mosha nikun, mu me më rujt. Qëtër nuk di shka thamë. Gjemaili tha se në këtë fshat blegtoria e bujqësia ka qenë shumë e zhvilluar, por sot, sipas Rodhanit, kjo veprimtari pothuajse është zhdukur. Po këshire, atëherë zonë pak gjo kemi majtën, shti pak ma shumë, kemi pas edhe dele kemi pasën, po nuk ka pas përparim bolë krejt fshati, jo vesh na. E zonë nuk ka pas përparim strehim s'ka pas të mirë. E zonë mloja, shtroja, japia, nuk ka pas teknik me lavru, me këtë punë të bo, zonë, tokës. A sot veç a do në me punu se kushtet i kemi. Na kemi kushtet për me punu. Edhe që to i majmë, mrekulli që të gjosha i kemi. Unë jam i knashëm shumë. Unë kom punu 35 vjetë, jam konën shërptor në shkodër fshati Rrugoqic. 35 vjetë. Sot dhe marrë rogën 300 euro. E kom rri që ashtu se dikush se kam rri, po me mu ka punu për se kam rri. 25 vjetë ka punu, se kam rri. Unë e zonë kom punu 35 vjetë, 15 vjetë, shënimi kom. Veç ato 20 vjetë,